asus jam komod, pavarësisht se nuk jam prodhues i lëndës parë. Si du me lidh me çmimin si pastaj. Si përfaqësues i industrisë të përpunimit të qumshit, nuk jam komod kur dëgjoj që partnerët, se ky është partneritet përpunues dhe prodhues qumshit, ka një problematik të tillë. Ti më bën një pyetje sa ka pas. Kuptohet që në 9 fabrikat e mëdha, janë më të mëdha në Shqipëri, që përfaqëson IPQ-ja, operojnë afërsisht me 2435 fermat të mëdha, që janë ato ferma mbi 5 lopë, nga 2800 që janë në total në gjithë Shqipërinë. Sa ka pas? Ka pas hyrje dhe dalje. Çfarë do thotë? Atë që e përmendi pak e shpjegoi profesori. Pra, një fermer që nuk është marrë sot qumshi, i është këshilluar që çfarë të bëj. Çfarë tha regjimi i ushqimit. Çfarë të bëj, ka ndryshuar dhe mas 2 ditësh që është marrë qumshi. Por ka dalë të nesme, ka dalë një tjetër. Pra ka ardhur ai të pas nesmen, ka dalë një kryqëzim. Një kryqëzim. Por ajo që du të them që ka pas, kuptohet që fabrikat, këto 9 fabrikat më të mëdha që përfaqësojnë 20% të qumshit të grumbulluar në Shqipëri, që kanë një afërsisht një xhiro prej 58 milion euro, që është 2% të GDP-s në Shqipëri, afërsisht të agropërpunimit në total, kanë pas raste që kanë refuzuar edhe 5.000 litra qumësh. Pra një fermë e madhe me 5.000 litra qumësh në ditë. Duhet ta kuptoni shumë ndjeshmërisht edhe konsumatori, po edhe zoti Braçi nëse na ndëgjon. Sepse nëse kapet një fabrik penalizohet në mënyrë shumë të rëndë financiarisht dhe pastaj dhe dëmi që i krijohet në imazh me produktin që i bllokohet. Prandaj unë e mbështes shumë kolegun që kur jep ato mesazhet, kur jep... Faqe ndërpreja Ilir, mos harrojmë që ne kemi patur krizat aflatoksinës në vendin tonë. Nga krizat aflatoksinës... Iku një fabrik, falimentoi. Po, humbi një fabrik miliona euro. Miliona euro. Dhe një aset që falimentoi një biznes... Një nga biznesmenë më të mëdhenj që ka pas Shqipëria. Po, falimentoi dhe në fakt, ajo situatë unë kujtoj ka qenë e vitit diku 2013. 2013 është aflatoksina asaj kohe. Në fakt, nuk ka një parti malli me aflatoksinë, dhe natyrisht vetëm për një parti malli që ose për një lot prodhimi në tjetër u bllokua dhe u penalizua fabrika dhe shkoi drejt falimenti, sepse rreziku hiperbolizua, u sensibilizua opinioni publik, tregu dhe ai falimentoi, shkoi drejt falimenti. Prandaj do të kemi kujdes për bizneset e mëdha dhe për asetet e mëdha që janë krijuar, sepse janë asete miliona euro, është ekonomia prodhuese e vendit tonë që furnizon popullatën me produkte të sigurta, sepse ne ajo pretendojmë që të kemi garanci për sigurinë popullatës. Ne flasim... Dhe në momentet kur ne do t'i dëmtojmë, qoftë edhe nga hiperbolizimi i rrezikut, dëmi do të jetë i madh për ekonominë.